إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemi duke kalu në histori të ndryshme. Jemi duke I tregu historitë e pejgamberëve që Allahu subhanahu wa taala I ka përmendur në Kur'an. Secila histori është më e mirë dhe më amël se tjetra, është më e bukur se tjetra. Janë histori që na duhet me marrë mësim, që na me marrë shëmbëltyr. Tash jemi tek historia e Shuaibit alayhi salam, të I dërguar I Allahut, njeri I zgjedhur I Allahut, Shuaibi alayhi salam. Wa Thamuda wa qawmu Lutin wa ashabul Eikah ulaika al-ahzab. Dhe fisi Thamud dhe populli Lutit dhe banorët e Eikës, ato ishin grupe të mëdha, ishin fise të mëdha. Shuaibi, sipas mendimit më të saktë të dietarëve, e kishte preardhën prej Ibrahimit alayhi salam. E kishte preardhën prej Ibrahimit alayhi salam, edhe pse ka divergjenca midis dietarëve. Sa e ka preardhën, a është argumentuar mirë se ka preardhën prej Ibrahimit alayhi salam apo jo? Mendimi më I saktë është se ka preardhën prej tina. Shuaibi ishte dërguar tek populli I Medjenit, te fisi Medjen. Medjen është emër fisi ku e kanë marrë këtë emër prej kryetarit të fisit të tyre, kryeplakut të tyre, I cili është quajtur Medjen. Dhe thuhet se ky populli I Medjenit e ka preardhën te Ibrahimi alayhi salam. Medjeni ishte në veri perëndim të gadishullit arabik, në veri perëndim të Arabi Saudite të sotshme. Ku ishte diku 170 kilometra nga qyteti I Tebukut. Domethënë, është në jug të Jordanit. Domethënë afër detit të vdekur, apo që quajt liçeni I Lutit alayhi salam, sa aty afër ka jetu Luti alayhi salam. Ka jetu populli I tina. Vlen të shtohet para se të flasim për këtë popull, për pejgamberin e tyre Shuaibin alayhi salam, se ky popull përveç se ka qenë I njohur me emrin Medjen, ka qenë I njohur edhe si populli I Eikës. Po shujtër edhe me këtë emër. Në shumicën e ajeteve, në shumicën e sureve që Allahu e ka përmend me emrin Medjan. Mirë, ka disa ajete, ka disa sure që Allahu e ka quajtur popullin e Shuaibit alayhi salam si populli I Eikës. Kedhebe ashabul Eikatil mursalin. Edhe populli I Eikës I përgënjeshtroi dhe I mohoi të dërguarit. Idh qala lahum Shuaibun ala tatakun. Kur Shuaibi ju tha atyre, a nuk jeni ka frikësoheni, as jeni duke ju tut Allahut subhanahu wa taala për besimin tuaj, për veprat e tuaja që jeni duke I bë, për mëkatet e tuaja të cilat jeni duke I kry. Ky popull konsiderohet prej popullit arab, e kena cek hadithin e pejgamberit alayhis salam, ka thënë Muhamedi alayhis salam, se nga arabët kanë qenë 4, ka qenë Hudi alayhis salam, Salihu alayhis salam, Shuaibi alayhis salam dhe pejgamberi I joni fundit Muhamedi alayhis salam. Pra për Ibrahimin të cilin folëm herët, ai nuk ka qenë prej arabëve, ka qenë prej Beni Israilëve. Pra Allahu subhanahu wa taala shumë pejgamber ka dërgu tek Beni Israilët për shkak se kanë qenë popull kryenaç, të cilat nuk e kanë pranuar të vërtetën, madje I kanë sulmu pejgambert, I kanë sulmu të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. E rëndësishme është këtu se fakti se populli I Medjenit ishin popull jo besimtar, ishin popull idhujtar që I adhuronin idhujt. Ata gjithashtu e adhuronin një pemë e cila quhet Eika, sipas emrit të popullit. Ata merreshin me bujqësi, merreshin me blegtori. Ishin njerëz të këqij, ishin arrogant dhe ishin me ndjemdhej. Kur shitnin gjësejnde, u paksoni njerëzve. Ndërsa kur mirnin prej njerëzve tjerë, këshirnin me marë sa më shumë. Pra ishin popull hileqar,
që bënin hile edhe bënin mashtrime, vetëm arrit tek pasuria. Kjo është edhe ditët e sotshme, shumë prej njerëzve vetëm arrit te para gjithçka bajnë. S'lajnë sen fytyrën e tukës pa bë, vetëm me bë para, vetëm arrit te para. Ana si musliman do ta kena parasysh se si e fitojnë pasuninë, edhe se si e harxojnë pasuninë. Por të dyja kena mbëdhë llogari. Edhe çish e kena fitu, po edhe çish e kena shfrytzu. Çish e kena shpenzu, në çfarë mënyre? Ku e kena shpenzu? Ku e kena dhënë parën tonë që e kena fitu me djersën e ballit? Kena mbëdhë llogari për Allahu subhanahu wa taala. Ato kalimtar që kalonin udhëtarve, ja u mirnin pasuninë, ja u mirnin parët, ju mirnin haraçin njerëzve. Ishin prej popujve, ishin popull keqbërës dhe zullumçar të mëdhej. Prandaj Allahu pe dërgon Shuaibin alayhis salam te populli i Medjenit, i cili e ka thirr popullin e tina, fisin e tina, në adhurim ndaj Allahut, sikur se këtë pejgamberët e tjerë i ka thirr me thënë thoni la ilaha illallah, thoni se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut. Dhe Allahu e dërgoi Shuaibin te ky popull që mi largu njerëzit prej këtyre veprave të këqija. Madje shumica njerëzve e refuzuan Shuaibin alayhis salam. Shumica dërmuese popullit tina e mohuan Shuaibin alayhis salam, e përgënjeshtruan, e ofenduan me lloj ofendime, me lloj akuza. Pejgamberi alayhis salam, pejgamberi Shuaib alayhis salam, ishte njeri i veçantë. Sikurse në çështjet e të folurit, gjatë debateve, saqë është quajtur hatipi pejgamberëve, si ligjërues, si oratori pejgamberëve. Kur fliste Muhamedi alayhis salam për Shuaibin, fliste me nderim edhe me respekt të mëdha dhe thoshte, Shuaib është hatibi, është oratori pejgamberëve. Allahu i ka dhënë oratori të madhe Shuaibit alayhis salam. Ka fol shumë amal, ka fol shumë bukur, ka fol shumë pastër dhe shumë qiltër. I ka thënë Allah oratori të madhe këtij njeriu të madh. Sigur se Davudit alayhis salam, Allahu i ka dhënë zot bukur. Jusufit alayhis salam, Allahu i ka dhënë pamje të bukur, i ka dhënë pamje të bukur, ka qenë shumë i bukur. Gjithashtu edhe këtij pejgamberi, Allahu i ka dhënë orati të folur, të bukur. Allahu i madhëruar për të mirën e këtij populli, po dërgon pejgamber. E dërgon atë nga mesi i tyre, që të ftojë ata në besim dhe t'i udhëzojnë në rrugën e drejtë. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Në Medjan, në popullin e Medjenit, e dërguam vëllaun e tyre Shuaibin, te ky popull jo besimtar dhe idhujtar, Allahu pecek, e dërguam vëllaun e tyre Shuaibin. Dhe ju tha, o popull e em, o ju njerëzit e me, adhurojeni Allahun dhe keni frikë ditën e fundit. Keni frikë ditën e gjykimit se keni më marrë në llogari. Na kena më marrë në llogari për veprat e tona, për punët e tona që i kena bë. Kena më dhënë llogari për fjalët e tona të cilat i kena fol, për veprat që i kena bë, për çdo sen kena më dhënë llogari për Allahun subhanahu wa taala. Allahu ka më na pyet kur dalin fletushkat. Dikuj na kanë dalë kanë djath, dikuj na kanë majt, dikuj na kanë më dalë mas shpinës, s'kam i desh me marr. Kam i qenë durt masa, më bëdi ava prap kam i marr fletushkat, kam i marr veprat e veta që i ka kry në dunja. Prandaj, secili prej neve me pas kujdes, me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe mu largu prej mëkateve dhe prej veprave të këqija. Edhe pi thot, e mos e teproni, e mos u bëni si shkatrues në tokë, mos bëni fesat në tokë, mos bëni çrregullime në tokë. Kështu pas tauhidit që thirrët në tevojt në shpërinë e Allahut, pasi pi thot keni frikë Allahut se keni më marrë llogari, njëherë po i thot pastaj po i thot mos bëni vepra që e prishni ekuilibrin e drejtësisë dhe të mirësjelljes ndaj njerëzve. Pi thot, në të vërtetë, unë jam pejgamber. Unë jam për ju pejgamber besnik, pi thot Shuaibi. Andaj frikësojeni Allahut dhe binduni mua. Qëre? S'ka thonë frikojmë një mua, Shuaibi alayhis salam. Me pas frikë mua, s'ka thonë ashtu. Ka thonë me pas frikë Allahun, përsa mu me mu bind. Suni ju thirin në ata që ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe pi thotë unë për këta, nuk kërkësh problem. Se avdo desh për juve diçka,
shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botrave. Bane veprën dhe gjuja ndeti. Mos e përmend. Se kjo është vepra më e mirë, që e bën edhe nuk e përmend. Kjo është vepra më e mirë, me sinqeritet më të madh. E bën veprën fshehurazi, me sinqeritet, vetëm për hir të Allahut. S'ka nevojë me ditë njerëzit e tjerë. Shuaibi po përpiqet që ta përmirësoj popullin e vet. Po përpiqet që mi përmirësu njerëzit e vet, që janë të një populli. Shuaibi alayhis salam pastaj kalon në detajet e asaj thirrje, që është përmirësimi i gjendjes sociale dhe shoqërore. Nga sa ata njerëz nuk kishin më asnjë vlerë, ishin njerëz zullumçar dhe fesatxhi. Ata jetonin në kaos, jetonin në çrregullim, jetonin në një të keqe shoqërore, ashtu siç e përmendëm më lart, siç e ka thënë Allahu. Ai u tha atyre, e mos e teproni si shkatrues në tokë. Prandaj Shuaibi bëri çmos që t'ua përmirësonte gjendjen popullit tina, duke u fokusuar në një ves apo në një cilësi të tyre shumë të dëmshme, që ishte tepër e përhapur në atë kohë, që është mashtrimi i njerëzve në matje. Kur kanë mat, kanë vjedhën vak, kanë vjedhën peshore, qasi cilësi të keqe kanë pas. Allahu e përmend në surën Shuara, plotësoni matjen, edhe mos u bëni për atyre që lën mëngët. Kur të mat, le mëngët. Nuk mat sa e ki të ba me pazar. Nuk mat sa du dësh me dleje mushteria, për i le mëngët. Thot peshoni drejtësisht, me peshore të sakt. Dhe mos lini mangët sendet e njerëzve, dhe mos bëni shkatrime në tokë. Pra mjerë për ata të cilët vjedhin vak, vjedhin peshore, kur të matin për veti, këshirin shumë prezis më kanë. Kur matin për tjerë, ta që s'ka lidhje për pak, ama hinë gjënat madh, e prish bereqetin tanë. Allahu nuk t'jep bereqet në pasurin tanë, e ban pasurin tanë në haram, ju qënë familjes tanë në haram me hangur të shpija. Pse? Pse ke vjedh në vak, ke vjedh peshore. Se një tjetër, prej antivlerave, prej gabimeve të mëdha që kanë pas ky popull, që të ka më herët, është haraçi. Prandaj, Shuaibi pi thot, mos bëni shkatrime në tokë. Duke u dal njerëzve në rrugë, duke i frikësuar njerëzit, duke i penguar ata nga lëvizja e lirë. S'kan mujt njerëzit me kalu pa i dhon pare, pa i dhon haraç. Çash njerëzit prisht edhe zullumçar që ka pas. Dhe tash kena kësi njerëz që janë zullumçar dhe të prisht. Shkojnë njerëzve që janë të pasur, që kanë fituar pasurinë me djersën e ballit, shkojnë dhe ja marrin pasurinë pa drejtësisht. Kjo është mëkat dhe kjo është zullum i madh. Dietarët kanë thënë se populli i Shuaibit alayhis salam, pra populli i Medjenit ka qenë populli i parë dhe kanë qenë njerëzit e parë që kanë nisë me marr haraç. Edhe haraçi ekziston deri në ditët e sotshme. Ata i plaçkitin njerëzit, i mashtronin, dhe do të thotë se ishin vërtet njerëz të prishur si në besim. Si besimin e kanë post prisht, ashtu edhe jetën sociale kanë post prisht. Në këtë aspektet janë kanë prisht edhe të këqe. Allahu kur e ka kriju këto, ka kriju me drejtësi. Prandaj ka urdhëruar që të veprojë drejt dhe të veprohet me drejtësi, se thot Allahu, bëhu i drejt. Qoftë edhe kundra vetes tane, qoftë edhe kundra familjes tane, qoftë edhe kundër të afërmit tu, banu i drejt. Dhe mos bën pa drejtësi asnjëherë. Qoftë edhe ja kundra vetes tane, para njëri sa do vetën e vet, sa do familjen. Që me dalë edhe kundra vetes tane, edhe kundra familjes tane, edhe kundra shokëve tu, miqve tu, kur vjen puna drejtësia. Se bashi pa drejt, edhe të kap zjarmi i xhenemit, të kap dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Allah ka thënë, mos zini pusi në çdo rrugë, mos ju bëni kurthe njerëzve, duke frikësuar dhe penguar nga rruga e Allahut, ata që besojnë tek ai dhe duke kërkuar shtrembarimin e saj. Pra ju kanë zënë pusi njerëzve, ju kanë bërë kurthe njerëzve, vetëm me mja u marë pasionin, vetëm i plaçkit, vetëm ju marë haraç atyre. Shuaib alayhis salam pikëshillon popullin e vet. Edhe pja kujton popullit vet për mirësi që a kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala këtij popullit të Medjenit.
Përkujtoni, kur ishit të pakt, ai ju shëmoi. Shikoni si që i fundi atyre që bëjnë çrregullime. Pra thuhet se populli i Medianit ka qenë popull i vogël, po Allahu ju ka dhënë bereqet dhe janë shumu dhe janë bë shumë popull i madh. Thuhet se populli i Medianit e ka pas jetën e mirë. Në aspektin e kësaj donjaja shëllimi, kanë pas pasuni, kanë pas të mira, ndërsa çka kanë bërë të mirën Allahut e kanë kthyer të keqe. Çka u bën Shuaibi? Asha po përdor mënyra të ndryshme, pikëllon s'po marrin vesh. Pianismi ja përkujtu të mirat e Zotit. Pi thot, kështu në Allah ju ka dhënë pasuni, Allahu ju ka dhënë bereqet, ju ka shtu juve, ju ka bë popull të madh. Si që ka thënë Allahu, unë po shoh se jeni në gjendje të mirësore, mirë të jetuar në aspektin e dunjas. Edhe kam frikë se do t'ju godas dënimi një ditë që ju përfshin të gjitha. Kështu pia u rikujton. Shuaib alayhis salam tut nëse Allahu kam ju dënu juve. Se Allahu pi jep të mira, ndërsa ju po bani keq dhe po bani fesad. Pia rikujton Shuaibi popullit tina. Pi thot, çish po i mohoni mirësitë e Zotit, çish po i përbuzni ato që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë. Shuaib alayhis salam nuk ndalej se ftuari popullin e tina në rrugë të Allahut, përdorte lloj-lloj metoda, lloj-lloj mënyra, vetëm që populli i tij mu udhëzoi në rrugën e drejtë. Në anën tjetër, populli i Medianit ishte i brumosur. Ishte i brumosur në idhujtari dhe në kufër. Ishte i brumosur në mëkate, në fesad dhe në çrregullime. Ata në pamundësi që t'i përgjigjen Shuaibit alayhis salam prej fjalëve të harta që i kishte Shuaibi alayhis salam, prej oratorisë të madhe që i kishte, prej fjalëve të mira që i nxjerrte prej gjuhës së vet, s'kishte çka më thon, filluan mu tall me Shuaibin alayhis salam, siç janë tall edhe popujt tjerë me pejgamberët e mëparshëm. Pra, Shuaibi i ka urdhëruar popullin e tij për dy gjëra. E para ishte besimi në Allahun, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe e dyta ishte në lënien e fitimit të pasurisë në haram. Çto dy porosi kishte për popullin e tij, këto dy porosi kryesore, këto dy udhëzime kryesore, me njësu Allahun dhe mu largu prej haramit, mu largu prej fitimit në haram. Këto dy porosi kishte Shuaib alayhis salam për popullin e tij, mirë për popullin e tij, asnjërin nuk e pranuan. Asnjërin prej kushteve nuk e pranuan, asnjë prej thirrjeve nuk e pranuan. Kështu filluan mu tall me Shuaibin alayhis salam. Ata i thanë, o Shuaib, a mos namazi jot po të urdhëron që ne t'i lëm ato që i kanë adhuruar të parët tanë, ose që të mos bëjmë me pasurin tonë çfarë të duam? A namazi jot po na shtin neve që na mu largu prej idhujtarisë? A namazi jot po na shtin që na mu largu prej këtij fitimit të pasurisë? Po çenke një mend i but dhe i drejtë. Qëra? Ata kanë parë namazin, thot namazi jot, sfidojnë feja jote, namazi jot. Se dihet se namazi është shtylla e fesë, është simbol i fesë. Kur i kanë thënë namazi jot, e kanë pas për qëllim feja jote. Se feja është shtylla e dinit, as-salatu imaduddin, çka thon Muhamedi alayhis salam. Shuaib alayhis salam është dallu për namazin e shumë që e ka bë, për adhurimin e shumë që e ka bë. Shumë ka bë namaz. Shumë është fal Shuaib alayhis salam. Edhe pse po thonë që është pse u fal shumë, do të thonë që adhurimi i tij ka lënë anash. Mirë, po është dallu Shuaib alayhis salam me adhurim ndaj Zotit, me namaz. Sigurisht edhe Davudi alayhis salam është dallu me agjërim, ka agjëru shumë. Çish ka thënë Muhamedi alayhis salam se agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit alayhis salam, ai një ditë agjëronte edhe një ditë hante. Pra Shuaib alayhis salam është dallu me namaz, me adhurim, duke u fal. Pejgamberi tjetër, Davudi alayhis salam, është dallu me agjërim. Pra secili pejgamber e ka pas një vepër që e ka bërë më së shumti. Pastaj ata e akuzuan edhe me çmenduri, se ishte i çmendur. Në vend se me besu si pejgamber, në vend se më u bind se çka u thoshte, në vend se me u bind se ai ishte i dërguar i Allahut, ata e akuzonin me çmenduri, se ky ishte i lënë kamenja. Qalu inma anta min al-musahharin, ata i thanë vërtet ti je prej të prekurve nga magjia. Kështu edhe Sariun alayhis salam, kështu edhe pejgamberët e tjerë i kanë akuzuar popullit e se jeni të çmendur. Keni lut ju prej me. Keni lut prej mendve jo, s'keni mendje as pak.
Akuza tjetër ishte duke I thonë se ti si je melek, ti njeri sikur se na. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka la min al-kadhibin. Ti nuk je tjetër por njeri sikur se ne dhe ne nuk të konsiderojmë tjetër vetëm si gënjeshtar. I thoi Shuaibit, ti han na hajna. Ti pina, ti flajna, shokit ti më shumë se na. Kështu I thojnë Shuaibit alayhi salam. I thoi ti si je melek, ti je njeri sikur se na. Se na me të besu ty. Shkaqet kryesore që njerëzit si kanë pranu pejgambert, që I kanë pengu që mi pranu të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë tre. E para ka qenë inati, për shkak të inatit se kanë pranu pejgamberin, se kanë pranu udhëzimin e Allahut. E dyta ka qenë mendje madhësia, për shkak të mendje madhësisë se un jam dikuçi, nuk e kanë pranu shpalljen e Allahut. I kanë mu pejgamber. Dhe e treta, pasimi I verbër I baballarëve, I gjyshërve dhe stërgjyshëve. Pra, imitim I verbër. Ndërsa na si musliman nuk imitojnë na verbër. Si na musliman se prindi kena musliman, por na musliman se na ka udhëruar Allahu subhanahu wa taala. Paria e fisit Medjan filluan me kërcënu Shuaibin alayhi salam. Edhe ata që I kishin besuar Shuaibit, andaj po u thon sigur se e ka cek Allahu subhanahu wa taala në surën e Araf. Paria arrogante popullit të tij tha, o Shuaib, ktheuni në fen ton ose kena më dobu prej qytetit. Kena më dobu ty edhe pasuesit e ton, ndjekësit e to. Ndërsa Shuaibi tha, edhe pse e urejnë ata. Pra, para mëno, nuk I besuan Shuaibit, e përgënjeshtruan ata, e akuzuan ata, I thanë fjalë të këqija, s'mjaftoi kjo. Në fund më thonë, ale se jina të përzam. Ja ki mu kanë në fen ton, ja ti mu largu, kina më të përzam prej vendit ton. Ty edhe krejt pasuesit e to. Shuaibi po I thot popullit të vet, sikur na të ktheheshmi në fen tuaj pagane, për shkak të një kërcënimi që po na bëni, atëherë na kishme me bënë një krim shumë të madh. Një veprim që do të ishte shpifje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të ishte dalje nga imani, dalje nga besimi dhe do të ishte kthim në shirk, kthim në idhujtari dhe kthim në zjarm të xhenemit. Edhe pithojnë, e si na t'i bojnë në shpifje Allahut, pasi në ka udhëzuar në rrugën e drejtë, di që udhëzimi o begati e madhe, e njeriu me lan fejen, me dal një idhujtari, është krimi më I madh. Është një keqje shumë e madhe, keqje më të madhe se me të shku imani, edhe me dal në kufër edhe me dal në shirk. Kjo është e keqja më e madhe që mund të ndodhë dikujna. Prandaj lutemi Allahun që Allahu më na dhon fundin e mirë, me vdek me iman dhe me vdek me islam. Ndër metoda që përdori në thirrjen e tij fisnike ishte njëri ja u kujtoi, u rikujtoi popullit vet mira që u kishte dhënë Allahu. Ja u ceki se Allahu I kishte shënuar ata, u ceki se Allahu ju kishte dhënë pasionin, ju kishte dhënë jetë mirë, tash po dal me një metodë tjetër Shuaibi alayhis salam. Nuk morëm se me mirësitë e Allahut, tash pia u rikujton se Allahu ju dënon. Allahu ju dënon me një dënim të madh. Edhe pia u cek se Allahu I ka dënuar dhe popujt e mëhershëm. Popullin e Salihut, të Hudit alayhis salam, të Nuhut alayhis salam, çka cek Allahu në Kur'an. O popullim, kundërshtimin ndaj meje le të mos ju çoj kurse se që t'ju ndodh ajo që I ndodhi popullit të Nuhut ose popullit të Hudit apo popullit të Salihut. Mos harroni se edhe populli I Lutit nuk është larg nesh. Pra edhe për nga aspekti kohor, edhe për nga aspekti gjeografik, Shuaibi, populli I Shuaibit me Lutin dhe populli I Lutit alayhis salam kanë qenë afër. Edhe Luti alayhis salam ka jetuar afër detit të vdekur. Gjithashtu edhe Shuaibi alayhis salam ka jetuar afër detit të vdekur, apo liçenit të vdekur. Pra këto kanë jetuar ngat. Edhe kanë jetuar në një kohë të njëjtë, mirë po edhe në aspektin gjeografik janë kanë shumë ngat. Edhe pia u rikujton, Shuaibi alayhis salam pi thot, a dini që janë shkatru Hudi, populli Hudit, populli Salihut, populli Nuhut, si të vazhdoni edhe jo qështro, edhe jo keni më kanë të shkatruan. Edhe juve kam ju shkatru Allahu subhanahu wa taala. Shuaibi alayhis salam pefton popullin e tina në mëshirën e Allahut, në faljen e Allahut, në udhëzimin e Allahut. Shikoj me çfarë fjalë tamla pjo drejtohet popullit tina. Thot wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilay inna rabbi rahimun wadud.
kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni me pendim tek ai. Me të vërtetë Zoti im është mëshirëplot dhe gjithë dashuri. Pra Allahu është mëshirëplot dhe falas i madh dhe është plot dashuri. Pastaj e kërcënuan Shuaibin alayhis salam me gurzim. Ata thanë, o Shuaib, ne nuk kuptojmë shumë nga ata që ti je duke thënë. Edhe të konsiderojmë si të dobët midis nesh. Sikur të mos ishte farefysit, ne do të kishim mbyt me gur. Ti nuk i respektuar prej neve. Thonë ti i dopt, ti ski kërkan prej kërkujna për kraja. Shpina jote është e dopt, ty s'për kra kërkush. Edhe pi thonë, ti je i dopt dhe ti je i verbër. Dhe i verbër i zakonisht është i dopt. Se thua se Shuaib alayhis salam e ka pas të pamërit e dopt. Ka shiku, mirë po, jo me shikim të pastërt. Ka pas mangësinë në shikim. S'ka mujt me shiku mirë sikur se njerëzit e tjerë. Shuaib alayhis salam tash nuk e ka dert se është duke u kërcënu. Sa mbështet Allahu subhanahu wa taala. Por po çuditet me popullin e tina. Se si ata më shumë kanë konsiderat për fisin e vet, për gjyshërit dhe për gjyshërit dhe sërgjyshët, se sa kanë për Allahun subhanahu wa taala. Pra ma shumë rëndësi ka dhënë fisit, traditave, popullit vet, se sa i kanë dhënë përparësi Allahut subhanahu wa taala, krijuesit të gjithësisë. Tërsa kjo është një gabim shumë i madh. Allahu është parësor para të gjitha gjanave. Allahu është parësor para të gjitha veprave. Krejt janë mas, Allahu është i pari. Kejse në të vinë pastaj. Mirë po, Allahu është i pari. I pari i cili është pa fillim edhe pa mbarim. A i tha, o popullim, a mos val farefisi im, por ju është më i respektuar se Allahu? A mos val fisi, populli është më i mirë se Allahu, më i respektuar se Allahu, që e keni hedhur atë pas shpinë, thot Zotin e keni hedhur pas shpinë. Me të vërtet Zoti im ka në kontroll gjithë çka që bani jo. Zoti i ka kontroll qiell dhe tokën. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, çka ka në kozmos, Allahu e ka në kontrollin e tij. Shuaibi këshillon ata që i kishin besuar. E cekëm se shumica dërmuese kanë më hup. Se kanë pranu. Vetëm një pjesë prej popullit tina e ka pranu shpalljen, e ka pranu pejgamberellokon. E Shuaibit alayhis salam, vetëm një pjesë e popullit, një pjesë e vogël e popullit e kanë pranuar të vërtetën. Populli i Medinit pastaj po kërkojnë edhe dënimin e Allahut. Po thonë, boll me këshillat e tua. Hajt bëna çat dënimin që je duke folë që Zoti jot mundet më na pronë edhe. Pra ishin kufër, ishin shirk, ishin në arrogancë. Edhe nuk ishin duke logjikuar mirë. Po thonë, ta bie Zoti jot çat dënimin që ti je duke na përmend. Andaj lëshon mbi ne një copë nga qielli nëse thua të vërtetën. Ne të bie një copë prej qiellit nëse ti je prej atyre që je i sinqert dhe i besueshëm. Shuaibi i kërcënon të ata se nëse ata do të vazhdonin të qëndronin edhe më tej në këto bindje të gabuara, mund të vinte një dënim nga qielli. Ashtu siç i ka ardhur dhe popujve të mëparshëm. Pejgamberëve të mëparshëm, popujve të pejgamberëve të mëparshëm. Dhe zbritja e dënimit të kërkuar nga ju, thot, nuk është në dorën time. Allahu a kam ju dënu juve ajo? Shuaib alayhis salam thot, nuk është në dorën time. Në dorën time, edhe obligimi jam, thot, është unë më jau tregu shpalljen juve, më jau tregu udhëzimin juve, më jau tregu të vërtetën juve. E pastaj thot Allahu a ju dënon apo nuk ju dënon? Kjo është në dorën e tij, kjo është në fuqinë e Allahut. Pasi që ata e përgënjështruan akoma më shumë, gjatë gjithë kohës të dashurin e Allahut, pasi ngulën këmbë në shirkun dhe në kufrin e tyre, në fesatin e tyre, në veprat e këqija, pasi që Shuaib alayhis salam e humbi shpresën, po lutet te Allahu kundra popullit të tij ata Shuaib alayhis salam. Zoti ynë thot vendos mes nesh dhe mes popullit tonë gjykimin tënd të drejtë, e ti je gjykatësi më i mirë. Pra po lutet kundër popullit të tij Shuaib alayhis salam, pasi çaq u dorëzova, nuk e pranonin të vërtetën popullit të tij. A dënimin e Allahut kur kush s'mund me përshpejtue. Ai vjen në momentin kur don vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kur kush s'mund mu përzi në kompetencat e Allahut subhanahu wa taala. Askush nuk e ka atë fuqi.
Dhe ata e përgjigjëstruan ata, andaj i goditi dënimi i hijes. Vërtet, ai ishte dënim i një dite të madhe. Që ka thënë Allahu, i goditi dënimi i hijes. Komentatorët e Kuranit e kanë thënë se Allahu u dërgoi popullit të Medinit një vap, një nxehtësi të padurueshme për 7 ditë radhazi. Vendi nuk i ka zonë, vendi vend si ka zonë për i vapës madhe. A kanë him rejna, a kanë dal jashtë, s'kan mujt mura atu, vapë madhe, nxehtësi e madhe. Pas 7 ditëve, Allahu për dërgon një rej të zezë, e cila u bën të hija atyre, për më nxehtësi të madhe, Allahu e pruni një rej të zezë. Që atyre mi u bohije, ato shkonin atyre dhe u strehonin të ajo rej. Mos mi kap dielli, mos mi kap nxehtësia madhe dhe i thirrin njerëzit e tjerë, hajde këtu, se këtu ka hije. Pastaj Allahu subhanahu wa taala kur mbledhën këtë kjo hije, Allahu subhanahu wa taala e dërgoi një zjarr nga qielli, i cili i dogji. Dhe kjo u quajt dënimi i hijes. Sa Allahu nën këtë hije të kësaj reje, Allahu asili dënimin këtij populli. Ata menduan se aty është shpëtimi, ndërsa aty ishte dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj u dërgoi dridhje të tmerrshme. Dridhje të tmerrshme të tokës që u dridhin këmbët. U dridh këtë toka. Pastaj nga lart u erdhi një zë shumë i tmerrshëm. Një brit tmerri edhe vdiqën të gjithë pas një përjashtim, përveç Shuaibit alayhis salam dhe besimtarëve që i kishin besuar Shuaibit alayhis salam. Pra Allahu e shpëtoi të dërguarin e tina dhe i shpëtoi muslimanët besimtarët që i kishin besuar Allahun dhe kishin besuar Shuaibin alayhis salam për pejgamber. Allahu e ka dënuar këtë popull me 3 dënime. E para tërmet i fort, dridhje e fort, zjarr prej qielli përmes një reje dhe një brit me madhe që u ka pëlqi dhe vesht atyre njerëzve. Allahu e dënoi këtë popull me këto 3 dënime të mëdha. Thot Allahu, inna fi dhalika la-aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Vërtet në këta ka fakte, por megjithëse shumica prej njerëzve nuk besojnë. Allahu sa fakte në ka qu, sa argumente në ka qu. Dhe prap shumica njerëzve nuk besojnë dhe mohojnë Allahun subhanahu wa taala. E mohojnë shpallin e Zotit. A ka makec se kjo. Pra kjo ishte tregimi apo historia e Shuaibit alayhis salam, e këtij të dërguarit të madh. Elus Allahun e madhruar më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahun e madhruar më na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus. Më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarmin të xhenemit. Elus Allahun e madhruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elus Allahun e madhruar më na dhon sukses në dunjë dhe në ahiret. Më na dhon të mira në këtë botë dhe më na dhon të mira në botën tjetër. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.